Djali parë ka lind me probleme në mushkëni edhe ka qenë 1 muaj e gjys në spital. Edhe sidomos në ditët e para, qysh din me qenë do persona pak të ashpër, nuk e disha mbi jeton javën e parë, si kisha kallëzu kërkujna që kom lind, nuk e ka dit as nana jam, as shoqënia, as kërkush, përveç shoqënia jam e ngushtë, edhe motra jam, edhe gjenë si normal burë jam. Edhe ka qenë shumë e vështirë se unë isha me një spital tjetër, djali me një spital tjetër, mu ka dasht me nejtë 10 ditë pa e pa, nuk e disha Qa të thanë mjekët për herë të parë? Qyshe, a e kishe parasysh që mund të ketë diçka? Në lindje më kanë tregu që mas pari ka qenë një lindje shumë e vështirë, se më kanë tregu që edhe në lindje, ose one ose djali mujmë me ndru jetë. Kështu që në lindje jam shymë totalisht edhe ja kom lanë veç Zotit që thojnë edhe kom qenë sa ma pozitive që kom ujtë, dhe me thonë nuk kom bo panik. Kemi shku të sala, çdo sa në ka shku mirë, kur e kom ditë që e kanë sjell duke në jetë, nuk e kom një të bërtit. Kështu që nuk e disha e kom fëmin gjalla apo jo, e kanë sjell nalt, mjekët janë zbe, e kom pas dhe me thonë një 5 minuta ku pajtova me fat, edhe nuk kom pas që ka me ba ma shumë, kur nuk kanë cilë ma ndej në dhomë, kanë tregu që do të me nisë shumë shpajt, nuk kanë pas mundësi me ma cilë në dhomë, po ka qenë do me thonë dita ma e keqja në jetën temë, nuk e di, a mundet me përjetu dikush një sen matron, ka edhe sene matrona, po për mu ka qenë do me thonë eksperienca ma e keqe. Pra ti se takove 10 ditë? Edhe kur e takova, me taku në qasi gjendje, në inkubator me... U kanë shumë e ronë, shumë ka qenë e ronë.